Aulon Kalaja ka bërë një denoncim në SPAK për tjetësimin e votës në Durrës dhe ju ka akuzuar direkt juve. Ai nuk e pranon këtë fakt, publikisht. Jo më larg se para 3 ditësh e kam takuar, thotë s'kam na taku ty. Kam bërë një kallëzim për zgjedhjet. Për zgjedhjet. Po për çka ka akuzuar Edi Ramën? Po jo, mos ja po ja them publikisht. Si? Bi 1000 sa vota, gati 1300. 900 vota është ai diferencë. Jo. E bashkë me diasporë. Bashkë me diasporë, po? Tani, logjika është bashkë me disa kuti që u bën pa vlefshme që s'u numëruan fare, ca tjera me radhë, do shkon të aq. Gjithsesi, ai e di fare mirë që nuk e fiton mandatin e deputetit. Gjitha këto i ka bërë për arsyet e veta. Ai thotë thjesht dua të di vetëm argument logjik që ka për kurreshtin tim, thotë unë, jo për mbështetësit e vet, por për kurreshtin tim, thotë dua të di sa vota kam. Unë nuk e di që të ketë bërë kallëzim drejt për drejt ndaj meje. Po dhe sigur ta ketë bo, aty janë organet përkatëse, ti marrin, ti hetojnë. Juve kur u thirrën në SPAK, ju thirrën për çështje tjetër? Jo, s'jam thirrur me janë për këtë çështje. Jo, për këtë po jeni thirrur në SPAK. Po për çfarë çështje? Jo, në SPAK unë kam shku vetëm si dëshmitar në lidhje me çështjen e ngjarjes kriminale. E ngjarjes tuaj. Okej. Foto tjetër, kujtoja se. Foto tjetër? Tani me që ju e përmendën ngjarjen. Kjo është nga gjërat më të rënda që ka ndodhur një përfaqësuesit të drejtësisë shqiptare. Më rënda është ajo i gjyqtarit përpara disa muajsh. Përpara kësaj ishte kjo ngjarja, një atentat në ta them me datë 4 tetor. Jo, 1 nëntor 2019. 2019, po. 1 nëntor 2019. Po. Ndaj jush është bërë një atentat, ju mbetet i plagosur, edhe 2 persona tjerë kanë mbetur të plagosur. Tani, zonë Doja, unë e kuptoj që kjo është një ngjarje shumë e rëndë dhe kush e dëgjon ndjen keqardhje, por mund ta tregoni domethënë çfarë ndodhi, ç'ishte kjo? Se ju e përmendët me zotin Rama, domethënë kanë zgjidhje vërtet politika? Jo, nuk kanë zgjidhje politika që ti thot dilni qelloni me armë, sepse edhe reagimi im do ishte personal ndaj Edi Ramës, edhe familjes vet, po të ishte e tillë. Po frymën domethënë. Por në momentin që një figurë ose i politikan e lartë, ju e keni pa vetë, historia e precedentit ka treguar në Shqipëri që në momentin që emri një individi përmendet në parlament ose nga liderët kryesor politik, zakonisht, nuk e them këtë që është rregull, po si më thonë është precedent, ose përfundon në burg ose ka Rama ka thënë, një prokuror në Durrës punon për grupet kriminale arrestoheni, tekstualisht. Ka thonë shumë gjëra të tjera, i keni aty intervista, po s'do të. Po kjo është pak a shumë do dhe përmbledhur. Dhe zoti Braçe ju ka përmendur dhe ai punon për grupet kriminale në Durrës. Këta 2. Tash zoti Braçe është i përfshirë në këtë histori për shkaqe banale. I di vet ai rreth i vet familjar, e shoqja rreth i vet familjar, shokët e vet ngushtë që i maj për afër, kështu që s'duhet merrem atë se strumbollari i kësaj historie është ai. Po doni të pyesni ndikimin tim me grupet kriminale apo me këto, pyetni kryetarin e Bashkisë Durrësit, ish kryetarin. Ose nëse unë kisha cënuar. Po, Vangjush Dakun, pyetni personalisht. E njoh, kam respekt për të, por mu hyn ke kuadrin e njerëzve pozitiv. Nuk para. Tani, tekstualisht çfarë ndodhi? Ju ku ishit duke shkuar? Unë kam mbaruar punën. Po? Kam marrë pjesë në një drek me 2 miq të mi, ka qenë dhe i personi i tretë i panjohur që kishte armë njërin nga ata. Ju ishit prokuror në Durrës, po? Po, kam marrë drek, jemi nis me makinë. Personi që ka qenë me mua, Aleksandr Lau, se kështu e njohun. Po? Plum Muharremi, Aleksandr Lau e ka emrin me dokumenta, kështu e kam ditur unë të paktën, po unë e njoh Plum Muharremi. Dhe ka ardhur me mua në makinë. Bile ka marrë një thash, hajde bëjmë muhabet rrugës. Ai kishte makinën e vet. Po kodë po bëni muhabet sepse ai kishte rrugën për të ardhur në Sukth, te shtëpia vet. Edhe po bëni muhabet rrugës. E njoh prej vitesh, e kam pas klient dikur kur kam qenë avokat gjatë periudhës avokatisë. Kemi qenë duke ecë me 60 me 70 në orë kur afër mbi kalimit Shkozetit që quhet. Jemi qenë në Bërshëri Plumash. Makina më pas ka dalë nga rruga, është fut djathtas për shkak se shoferi devijoi drejtimin e mjetit edhe u plagosëm të tre domethënë. Do thonë ju u plagosë, shoferi u plagosë ai person. Po, ndjes pas shoferi mas disa ditësh ka ndruar për shkak tromboembolisë në mushkëri, edhe i djali 23 vjeç. Fatkeqësi jashtëzakonshme. Çfarë do që të kishin pas njerëzit, po t'ju kisha borxhun, kanë pas mundësi, unë kam dal për ditë. Për ditë jam në rrugë. S'kam ardhur me asnjëherë mrena se s'kam frikë njeri për shkak se nuk i kam borxh njeriu.
Po pse ndodhi gjëra? Ishte target personi që ishit ju? Tashi Durrësi njihet si qytet me oreks të lartë për sa i përket thashëthemeve. Unë gjatë vettingut kam thonë ka një rast Austrisë, Winter Pettinger kundër Austrisë, është 1983 në Strasburg dhe shpjegon dhe thashëthemi në aspektin juridik. Ka pasa thashëtheme, po nuk e di arsyeën e vërtetë, e din ata që e kanë po. Në rastin konkret, asnjëri nga personat që kena qenë në makinë nuk i kena pas borxh atij që ka organizuar këtë gjë. Asnjë, Absolutisht. Jashtë çdo lloj kufiri, djali i ri që ka ndruar jetë, shoferi. Jashtë çdo kufiri. Dakor, unë isha shok me këtë djalin tjetër, kishin probleme me atë, kishin probleme me mua, çrëndsi ka. Ai tjetri është sakrifikuar jashtë çdo lloj logjike. Nga momenti që ka ndodhur ngjarja, dhe deri më sot që flasin kanë kaluar 6 vite e sa. 6 vite. Po. Dhe në këto kushte, të gjithë personat, përfshirë dhe ata që janë në burg mbas ekurave, e dinë fare mirë, uroj dalin sa më shpejt. E uroj dalin sa më shpejt. Uroj dalin. Ata janë autor? As spital, as në burg s'do me po asnjë. Dhe i ftoj publikisht të dalin thonë qoftë se janë doja, ju ka një borxh personal atyre. Qoftë edhe me gojë, ti kem përmend në tavolina, jo më në televizion ose në prokuri ose në këto. Se nuk i kam pas ndonjëherë në listë se ekzistojnë kun për njerëz, në aspektin e burrërisë tyre ose faktit që kanë qenë legjenda urbane. Pra nuk më kanë intimiduar ndonjëherë mua këta individ, jo këta pas në Shqipëri. Janë qenie si unë. Thjesht unë nuk kam punë me ata s'kan punë me mua, janë në jetën time. Kush ka pas punë me mua? Ti uron atyre të lirohen. Po, nuk du me pa hasmin në burg. As në spital, as në burg. Nese, në rastin konkret, kjo ngjarja është pjesë, them unë e thashëthemeve. E thashëthemeve. Ç'është thashëthemi, ç'kuptim? Se ju shumë mirë thashëtheme trashën dhe pastaj bën si të vërteta. Po diçka ka ndodhur aty sepse ata që kanë marrë këtë vendim kanë perceptime të ndryshme mbi realitetin. Prandaj unë i them, gjysmë të vërtetat janë gjithmonë tëmshë. E vërteta absolute është si puna me që jam katolik. E them dialekt gegrisht se më pëlqen kmona. Kumbora, kmona. Kmona e kish bjem 2 kratë. Ding, dong. Duhet me gjuhë edhe Rolandin edhe Arianin lidhe me një të vërtetë. Se unë nuk mund ta kem instancën e fundit të vërtetës. Po çfarë bëhet fjalë për çështje penale? Po si duket kanë pas një perceptim gabuar në lidhje me një ngjarje të mëparshme ose një gjë tjetër dhe targeti nuk ishit ju. Se di, ata kanë pas nga përgjimet del që kanë pas dëshirë të më godasin dhe mua. Ata kanë bëu ma e kanë kryer detyrën e vet. Ka dash Zoti që unë jam gjallë këtu ku jam, ata e kanë kryer, ja u di bërner se e kanë kryer punën e vet ata. Ku e keni plagën? Ku morët plagën? Këtu, te pjesa e subklavjes, këtu mbas qafës. Ishte plagë e rëndë? Po si mas mjekve, do më thonë, punë milimetri është pjesa e subklavjes tu që edhe po t'jesh në sallë të operacionit e kanë shumë vështirë për të ndërhyrë mjekët. Po t'ishte kjo karotidja, edhe lidhë dhe qeve ku diun ç'a bën. Ndërsa kjo pjesa tjetër këtu, poshtë kësaj nuk të lejon kocka. Fati e desh, jo thy kocka këtu, doli këtu, po jo që kemi qenë duke ecë me 60-70 në orë, po të kisha shqetësimin më të vogël që ne do ishim prej një atë atentatin, ne do kishim marrë masa të tjera. Dhe është jashtë logjike se unë të kem bërë një veprim ndaj dikujt, ku të parashikoj që mund të ketë veprime që mund të më cënojnë ndaj jetën, dhe unë dalë se mos më bën përshtypje plumit. Kjo është te kufive të absurdit. Po shoferi që ndroi jetë, çfarë plagësh mori? Të rënda? Ka marrë dy plagë nga mbrapa kurrisit, po cilët i kanë shkaktuar tromboembolinë mushkri dhe mbas 7-8 ditësh, ai ka qenë gjendje më të mirë shëndetësore se ne dy tjerët, mbas 7-8 ditësh për shkak një trombe në mushkri i ka ardhur vdekja. Po personi tjetër që u plagos? Gjej rastin që jo vetëm ngushëlloi familjarët e tij, ka qenë djali i shkëlqyer, djali i qetë pa probleme. Ndërsa për shtypin që vazhdojnë e referojnë dhe sot, ai s'ka qenë kurrë ish polic në Fushkruj. Nuk e qenë? Jo, asnjë. Ai ka qenë 23 vjeç, kanë thonë ish polic. Ai referon një person i krejt tjetër, mosh krejt tjetër, s'ka lidhje fare. Ju e morët ju në punët apo e gjetët aty? Ma ka referuar një miku im, edhe e kam marrë. Tani, për shkak të faktit që fëmijët ishin më të vegjël në atë kohë, shkonin nëpër kurse këto problemet që janë jashtë orarit mësimor. Po, sigurisht. Se fëmijët e mi janë arsimu në shkollë publike. Për kurset private që duhet shkollën, duhesh një person i cili ti shoqëron. Dhe s'kishte një muaj, si me thonë që ishte shofer me muaj ndjeri. Një muaj kishe shofer? Po, dhe unë normalisht që ti besosh fëmijët dikujt, si rregull duhet ta testosh vetë. Dhe kruton, ku unë jam lindë, rrit ka një shprehje të madhe.
Ati tjetrit, po si njofte huqet, po e them dialekt veset, mos bëj biznes me të.